kontrollohet nga Rama. Prit, në momentin si pastanit, në momentin që SPAK pastaj kontrollohet nga Rama dhe SPAK fut në shantazh të gjithë trupin e gjyqësorit, do të thotë që gjithë sistemi i drejtësisë kontrollohet nga Rama. Kjo është thelbi. Në një situatë normale, e tha zoti Nesho pak më parë. Ai tha kuvendi, unë po them kryetari i mazhorancës. Sa ai sot e kontrollon kuvendin, s'kemi çfarë të bëjmë. E ka të fat. Ai kontrollon kuvendin. Në moment që vjen ndjeni për këtë gjë, ndërpretat panairin që e shqyr këtu për punë e madhe në të katëranën në këtë vend dhe urgjent në lidhje kuvendin e Shqipërisë, siç e mblodhi për atë rektorin e Kamzës, siç e mblodhi për atë, i ka ndodhur një gjë shumë e madhe. I ka rënë në këtë moment i komplet konturet e shtetit. Shteti shqiptar është gjykata kushtetuese. Sot është zero. Ti sot me të vendim që ke aty e ke të provuar qartë që kjo gjë ka rënë dhe nga unë të kam shqetësimin. Pastaj, përfshirja e emrave, kush është emri, to janë thjesht teknikalitete. To janë KZ, ajo kali që ka një shprehje populli, thot kali që kapet shin gjithë lëmin. Tani ai që kapet ne themi më mirë, bën atë, kapën ai ta zgjidhi. Jo, në qoftë se veprohet në këtë mënyrë, edhe në gjykatën kushtetuese, atëherë më thoni cili gjyqtar në këtë vend ka këllqe që të përballet, kur ka pranuar që në fillim që do t'i përgjohet se ka dorëzuar telefonat ata. Do përgjohet ai vetë, bashkëshortja, fëmijët, rreth i afërt. Cili gjyqtar në këto do të përballet? Jo për të futur në procedurë, jo për të futur në procedimë. Si mbron drejtat që prokurori vet e merr të atribut dhe shmang dhe gjykatën. Ore më përpara për disa vite, që kujtonte Zhbërnami kishte bërë shiku këtë përgjim. Që shiku është institucion paralus. Për kuvendin, rastin e kuvendit. Shiku, po s'kish përgjuar kuvendin, shiku kish përgjuar një subjekt. Me subjektin kishin fol këta kuvendit. Dhe u bën nami. Këta kuvendit. Aty kuvendi ishte që si ka, po ishte kapur një subjekt dhe dije që me Artani flet dhe Çimi dhe Nesho. Dhe ata kishin thënë, kë mund të përgjojmë Neshën, jo s'na lë ligji. Po Çimin jo se lë ligji, atë do përgjojmë Artanin. Dhe ata e dinin që Artani flet me këta dy. Dhe automatikisht kishin kaluar dhe këta në përgjim. Dhe u bën nami për këtë gjë. Pra shërbimi informativ. Jo në këtë momente që ti vendos gjykatën kushtetuese në këto kushte. Dhe në këto kushte pastaj ne kemi bërë një reformë për drejtësi. Më fal, po si mund të jepet drejtësia në këtë momente kur ti së pari shtyllën kryesore drejtësisë, gjyqësorin, përveç se e ke vënë nën kontroll të një institucioni që është palë direkt në proces dhe që në hierarkinë gjyqësore është poshtë hierarkinë e drejtësisë. Është gjykata, është arbitri. Pra ne praktikisht që kemi bë për të marrë krahasim nga futbolli, një skuadër i kemi lënë të drejtë të zgjedhë arbitrin dhe të kontrollojë dhe varin. Atëherë, për çfarë luan ti në fushë? Ai e ka të fituar me ndeshjen. Sa e ka zgjedhur arbitri do jetë Romiri dhe te vari do ta kontrollojë vet. Dhe kur gabimisht Romiri nuk e shef një gjë, ai hyn te vari thotë edhe këtë ka bë gabim. Pra, në këto kushte na ka rënë sot praktikisht reforma për drejtësi. Jo, përveç Berishës aty që votuan edhe Metës, sepse reforma pasojat e reformës po i vuan qytetarët shqiptarë. Dhe sot ne jemi para fatit e ka besuar reformën sepse ishte kërkesë të gjithëve. Po të ti bëshin ligjet më mirë zotin. Shiko, ligjet janë bëra shumë mirë. Ligjet janë mirë. Kjo që janë zbatuar. Kjo që nuk ka vetë që mund të bëjë çdo gjë, mund duket skandaloze. Shiko, jo sot ka rënë skandaloze pa vendim gjykate. Kjo nuk është skandaloze. Është për çdo rast, po kapja e gjykatës lartë është ka rënë shteti. Ka rënë shteti se është garantuesi i kushtetutës shqiptare. Tani unë nuk e di mekanizmin që çfarë mund bëj, po unë mendoj diçka pa vendim gjykate, kjo është jo skandaloze, por kjo është po skandal shumë e realitetit para se nuk u mor vesh. Këtu ndryn të tërë, edhe se sa kohë duhet të rinë në punë një antar i gjykatës së lartë, një person i nderuar që njihet nga të gjithë, për arsye se janë interesa të tjera për ta patur një gjykatë të kushtetuese të kontrolluar. Kjo është e para. Edhe e dyta që mendoj, nëse këta tani, se këtu është bjem të tërë dakord që këtu ka rënë shteti. Këtu ka rënë shteti, këtu jo qeveri teknike, po këtu duhet mbyllet. Jo, kjo është prokurori teknike, qeveri s'ka më. Ka ngel prokuroria teknike, qeveri s'ka më. As ku vënda se mund të ishin ligjvënësit, të merrnin vetë iniciativë të mblidheshin, se ky është skandali më i madh. Këtu nuk ka më legitimitet të asnjë gjë. Dhe dyta, unë dua të them që edhe vetë gjykata, nëse nuk merr sot rast, unë nuk e di mekanizmin se çfarë mund të bërë për të rikthyer dinjitetin e saj, që mos përdoret, sepse bëj një parantezë tu e kanë lejuar vetë këtë gjë,
sepse janë bërë në shumë raste me përjashtim të 2-3 zonja e zotërin të nderuar në gjykat, kanë kaluar për shumë marrëveshjen e Melonit, që prekin direkt sovranitetin e Kanë kaluar që ka dash qeveria. Që ka dash qeveria dhe kryeministri, kanë ullur personalitetin. Ose duhet të ngrihen, të vendosin dignitetin e tyre dhe mbrojnë kushtetutën shqiptare, ose këtu, pasaj ne jetojmë në atë shtetin mafios që e thot me drejtë opozitën. Nuk do guxonte asnjë institucion, qoftë edhe SPAK-u, që të ndërmerrte këto veprimet pa patur mbështetjen dhe vullnetin politik të atij që ka në dorë pushtetin në Shqipëri. Edhe për ty do pyesi deri sipër. Se ka fritë institucioni kryesor. Edhe SPAK si institucion dhe drejtuesi SPAK apo dhe prokurorë të tjerë janë thjesht disa vegla në dorë të një generali të madh i cili luan çdo fije. I cili ka pranuar që kjo është drejtësia ime. Dhe ndaj duhet bërë paraprit kësaj, sepse në momentin që ti nuk ke një garantues të kushtetutës, si gjykata kushtetuese, për të garantuar shtetin ligjor, jemi në një rrezik shumë të madh, sepse ai nesër ne flasim për emisione. Ne flasim analogjë për vajzore ka pushtetin. Ne flasim sikurimi gjykata kushtetuese është papa. Bëhet shteti, po në fakt nëse ti ke humbë besimin te papa, ka mbaruar nëse ti vë papën aty, se thoj këto do ta korruptojnë, po ma blem. Shkon e vë atë në përgjim dhe në survejim, se survejim me të gjitha mjetet, nuk është survejim vetëm i aparateve të komunikimit. Po tani po si shpjegojmë që e kanë refuzuar, të se doli sot thanë që jo nuk e kemi për subjektet në fjalë. Tash se nuk ka mungesë koordinancë si. Jo, nuk ka mungesë. Ata kanë gjetur një teknikalitet, sepse kanë kuptuar sa pasojë ka kjo gjë. Dhe përpiqen që ata ta shmangin, meqense ata kanë dhe një akses goxha në media, përpiqen që përmjet kanaleve të tyre që ta minimizojnë këtë gjë. Kam të gazetar, po për media s'ka shumë. Dhe mundësisht ta shmangin, kanë media, ata se i kanë atje dosin. Ata kanë media. Se sa dosi janë atje dhe kanë media. Që ne i dim si janë. Patjetër, se dyshoj. S'ka që me licencë kombëtare. Por me licencë si ta dushin ndërkombëtare licencë. Kombëtare që lokale edhe me platformë. Ata i kanë me letra. Edhe me licencë kopshtësh. Praktikisht pas kanë gjithë pushtetet. Por edhe me licencë hot dogu. Do të edhe hot dog. Qa janë ato që shiten për ato? I kanë gjithë pushtetet. Por tani ndodhemi para këtij fakti. Në fakt, ne kemi mbështetur kjo është ajo që kemi Jo, është e vërtetë pra. Kjo është Republika. Është mbi DKP-in, fazë s'desha më ndërprer. Mbi tatim, mbi të gjitha, mbi kushtetutë, mbi parlament.